Mikela Pupa. Sa ora vdes për babi. Mua më shtyn. Ore më kanë çuar një foto tënde me një bjonde, me kë jetje? Olsa Muhameti atëherë bën të skenare, është e vërtet? Tani më vonë koha tregoi edhe shumë gjëra tjera. Po, sepse jeni bërë unfollow me Çfarë ka ndodhur? A ju ndau Big Brotheri? Ko ishte e vërtet që ti more vendin e punës Ledionës? A ke bërë ndonjëherë shef fizik me dika? Personazhi niset dhe më tërheq zvarr me makinë. Jo. Cila është pagesa më e lartë që ke marrë gjatë punës në televizion? 4.000. Ti do të hapim barkun të themi të tëra këtu. Para Bigut ne kemi qenë friends with benefits. Po ekrani momentalisht të pëlqen këtë sezon? Jo. Ç'lidhje mund të ketë Shqipe Hysenaj me parashqevi Simakun? Këto profile punojnë fuqishëm për të denigruar imazhin tënd. Heidi Bati. Ti më erë më fol. Jo shtiet syt pare, ti e syt aty. Zonja dhe zotrin për ju. Kostian Gjerazi. Artemis Senja. E kjo që qesh. Në what the fuck? Mirë se keni ardhur. Është sërish e premte? Mirë se na ardhët. Nuk ju marr dot seriozisht kur bëni këto avjet kështu ju betohem. Nuk ju shkon fare formatit, ju kaq diellor solar dilni këtu. Si emisionet e pasdites. Përshëndetje, mirë se erdhët në takimin tonë. Ne kemi diskutuar shpesh bashkë që ta heqim, po mendoj duhet të dërgoj një email në instancat më lartë. Po, ti byra zeri. Në instancat më lartë nuk do ta marrin absolutisht parasysh emailin tuaj, sepse ju duhet një femër kaq e mirë sa. E vërtet, na duhet. Po nisë se ne nuk merremi me thashë theme. Me që të merremi me thashë theme, e pa çfarë thash Shqipe Hysenaj për zonjush dhe zonjën parashqevi Simaku? Më vjen mirë që Shqipe Hysenaj kishte momentin e saj pas kaq shumë kohësh që kur doli nga Big Brother VIP Kosova njishi, sepse nuk ishim dëgjuar kurrë për të. E vërtet, pati një shkëputje. Ne kishim dëgjuar për atë, po sa etike ishte të dilte dhe të thoshte një thashë them, pastaj të thoshte, shiko po se un thash një thashë them, nuk thash një të vërtet. Domethënë ti del me sy me vesh dhe thu un bëj thashë them. Dhe di çfarë është më e bukur se tha mua më drejtua një pyetje dhe unë normal që do përgjigjem përderisa unë kam marrë në emision dhe do respektoj moderatorin. Normal do bëj thashë theme. Po prit se pyetja e Ronaldos ishte si kalove në Amerikë, çfarë thuaj andej. Në asnjë moment Ronaldo nuk e përmendi parashqevin. Si kalonte parashqevia në Amerikë. Është të them ty se ti ke qenë në Amerikë. Çfarë bëri Amerika dhe ti të fillosh? Ajo Britney Spears. Ka qenë një ajo. Për gjithë që ndoshta nuk e keni kuptuar, jemi duke folur për thashë themin që Shqipe Hysenaj deklaroi për parashqevi Simakun, duke thënë që parashqevia ka marr burra të tjerëve dhe për këtë arsye burrat e shoqeve, jo të tjerëve. Është akoma më rëndë. Dhe për këtë arsye ka mbetur rrugëve. Shikoj, për shembull kam dëgjuar një thashë them tjetër për parashqevin, me që po dalim po flasim thashë them, un kam dëgjuar që është shumë e mirë. Edhe madje ajo është thellë shumë mirë me këdo atje, dhe nuk është parashqevia pati një reagim në fakt edhe tha që edhe në kohën ku ajo kishte një karrierë aktive muzikore në Shqipëri dhe në atë kohë kishte thashë theme të tilla për të që jo po I fiton konkurset me mik, jo po kështu apo ashtu. Duke qenë një femër aq e bukur sa parashqevia që në rini por edhe tani normalisht ka pasur gjithmonë nga këto aludimet, më thënë ka qenë. Mbase ndihet pak e rrezikuar shqipja se mos kur të lidhet mos ja merr parashqevia burrin edhe. Çfarë? Edhe tha, po ja bëj tha unë të keqen para se ta bëj ajo. Ç'lidhje mund të ketë Shqipe Hysenaj me parashqevi Simakun? Çfarë lidhje rrugët e tyre nuk bashkohen në asnjë moment. Mu duk si një deklaratë e Shqipes për të nxitur vëmendje dhe për të marrë sa më shumë lajme në portale. E di çfarë më pëlqeu fare fakti që edhe kur ju tha që kjo gjëja do ndiqet në rrugë gjyqësore sepse është shpifja, tani do na çojnë në hak ta për thashë theme. Pra nuk e mori seriozisht. Jo se një koment kishte thënë po sikur të themi edhe ne gjithë thashë theme që dim për ty, sepse edhe ne kemi bërë emisione të dedikuara për thashë themet dhe ju keni shkruar anonim dhe ne kemi mbuluar emra sepse ne nuk mund dalim me fytyrë dhe të themi emër mbi emër. Dhe kur kemi thënë emra, kemi thënë që nuk e vëm dot dorën zjarr për këtë gjë. Ose kanë qenë gjëra që të lehta. Jo akuza kaq të rënda. Ose ky ka refuzuar një bashkëpunim me këtë. Jo gjëra kaq të rënda. Dalësh në ekranet dhe të thuash që
Unë më thosh edhe më ka marrë vesh. Dhe me që jemi të gra që flasin shumë, Goca dhe Gra është rikthyer në një sezon të ri në Top Channel. Më thuaj mua që bëra një episod detektiv. Mua më pëlqeu ky cast i ri. Domethënë nga përveç castit të episodit të sezonit të dytë të Goca dhe Gra, ky është casti tjetër i cili më pëlqeu shumë. Mua ajo që nuk më pëlqeu ishte pyetjet e zgjatura dhe të zgjatura të Orin e BI. E publikova dhe në Instagram, domethënë 3 orë duke bërë një pyetje. Derisa mua më pëlqeu shumë Andrea. Hypi mbi tavolinë dhe ajo mori kohën e saj dhe për këtë arsye unë Të lutem kjo tavolinë nuk më bën. Më pëlqeu shumë kombinimi përveç Orit. Nuk më ndoshta shumë herët për ta gjykuar, por nuk e shoh vendin e saj aty. Ndërsa Sherina nga ana tjetër që të gjithë ju kundërvu, nuk është se foli shumë. Pra ishte pak e ndrojtur. Ishte pak e ndrojtur, pak e stepur. Po ku të lënë aty të flasësh, ku të lënë dhe e pacë kunjën që kishte hedhë në Instagram Gerta Gixhari. Po, se thash Olta për një moment. Ngatrove motrën. A mund të them që nuk e diun këtë kunjën? Dhe të më updatoj. Ja, ta updatoj unë tani. Ajo kishte hedhë një story ku si duket ishte nga pushimet, duke medituar dhe shkruan në kamp ishte apo? Nuk e di, ishte në plazh dhe thotë kur ëndrat me sy hapur të shuhen dhe rrugat të çon në gjurmët e mia. Pra ka qenë Gerta te Goca dhe Gra. Ama ne Gerta si një sezon ishemi të keq. Si duket Rozana, si duket ka pas plane të tjera dhe nuk i janë bër. Po shiko, ndonjëherë planet dhe nuk ecin. Nuk ka pse të bëhen kunja të tilla. Por më fal që ndërpres, bravo i qoftë se Rudina Dembacaj. Që nuk e ka sezonin e 3 dhe bravo të qoftë me Rudin. E dini çfarë s'më pëlqeu mua, se po ndiqja pak intervistën me Sara Hoxhën, nuk më pëlqeu fare mënyra se si drejtoheshin pyetje. Ishin shumë të shpejta, të ngurta, sa për të marrë lajmin. Shumë troç edhe dukshëm nuk ty nuk e interesonte përgjigja, thjesht mjaftonte që të bëje pyetje. E vërtet. I lëm pas Goca dhe tani do merremi me një temë që besoj do ngjalli shumë interes në publik. Është edhe pak delikate. Ne do të merremi me personazhe VIP shqiptar, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër kanë pasur probleme me ligjin në Shqipëri. Do fillojmë me disa prej tyre. Në Shqipëri dhe më gjë. Por përpara se ne të nisim, dua thjesht të them që ne jemi bazuar në lajmet që kanë dalë nëpër portale. Nuk kemi shpletuar dosjet, Artemisën e kemi pasur këtu. Nuk ka qenë në SPAK, kështu që kjo mbetet thjesht në kuadër të portaleve çfarë janë folur. Dhe informacione publike që dihen për të gjithë, nga të gjithë. Po Kostian, dhe ku bazuam ne për këtë temë? E pat videon e fundit të Butës, i cili u paraqit në seancën gjyqësore për t'u njohur me masën e dënimit? Po, Buta kishte gati një muaj më duket në para burgimit. 11 shtator është arrestuar Buta për armbajtje pa leje dhe shpërndarje lëndësh narkotike. Dhe së fundmi është mbajtur seanca gjyqësore për të vendosur një herë mirë vendimin që ato do merrin taj Butës. U la i lirë sepse ai ishte kryefamiljar, kujdesej për familjen e tij. Dhe ai vetë tha këtë gjë. Po, shpjegoi dhe që kishte një varësi ndaj narkotike. Dhe që u betua ose i premtoi që nuk do i përdorte më. Po, por lajmi më i bujshëm për arrestimin e një vivi ka qenë pikërisht për Fjolla Morina. Me Fjolla. E cila është arrestuar pikërisht në Morin. Dhe kur u arrestua, di çfarë kishte thënë policëve? Çfarë kishte thënë? Se tash fucking a bitch. Ishte kse tash apo pse? Kse tash, më duket. Ne kishim një dilemë. Po flisim për Fjolla Morinën dhe tham, "Ore ajo thot kse tash apo pse thash?" Ndërkohë ajo kishim temë për arrestimin, pse jo? Tani ajo u arrestua për shkak se kishte dy armë vetë mos gaboj. U njoh me masën për armbajtje pa leje, qëndroi një pjesë të kohës në Kukës në arrest shtëpie. Gjykata dha një dënim prej 6 vitesh, po pastaj është u la e lirë për masë me gjop. Po, e vërtet. Po, ndërkohë Fjolla Morina, që ta themi, ndërsa ishte në arrest shtëpie ja kërcet dikën Maldive. I futen në martesë në Maldive, çaj më nga. Herë në Dubai. Po pastaj pati shumë probleme dhe me ish partnerin, bashkëshortin në atë. Por që ne do i hym kaq thellë, ka lënë te personazhi i radhës. Personazhi i radhës është Stresi, i cili është njohur për disa prej arrestimeve, shoqërimeve nga policia, po, hyrjedarje. Atëherë ka pothuajse deri në 2-3 arrestime me akuzat shkeljes së rregullave të qarkullimit,
arrestimit, gjithashtu ai arriti të arratiste nga ambientet e rajonit të policisë së Tiranës. Dhe më e fundit ishte edhe arrestimi, ku ai u kap në një prej hoteleve të Tiranës me akuzën e prodhimit dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Nga stresi kjo pritet, pritet sepse ai është gangsta, është reper, ai jeton atë jetë. Unë pres që ky do thot një emër që nuk pritet. Po pra këtë do thoya, stresi pritet, po të arrestohet një zog. Po çfarë bën një zog, more, një zog. Po çdo një zog jashtë kafazit. Po çdo një zog, zogu i ka shpëtuar duarve të Diana Shabanit. Dhe është arrestuar. Dhe Dianës Bordhe Aldos. Dhe Aldos. Të lutem shumë. Bëhet fjalë për zogun e Tiranës, i cili në 2019 është arrestuar në akuzën shfrytëzim prostitucioni. Ai ka qëndruar në burg gati për 5 muaj dhe më pas gjykata e Tiranës e ndryshoi masën e sigurisë në arrest shtëpie dhe tani ai ka dalë dhe është në healing era. Shiko, mbase në një pikë zogu bën sens që të shkojë në kafazin e tij, por çfarë nuk më bën sens fare është që të arrestohet Aleksandër Gjoka. E dua dashurinë të ke para. Arrestuar. Për çfarë? Në jakuz flet. Jo, Aleksandri tha do ikin dasëm, tha do kënoj këngën do pira ki. I ka dhoni qik makinës me raki. E mori këngën shumë seriozisht edhe. U shoqërua, por u la i lirë të nesërmen. We love Aleksandër Gjoka. Postimet e Aleksandrit nuk e di nëse keni parë janë lot, nuk e di. Po gjithsesi do të kalojmë në një personazh tjetër, ajo është një nga modelet më të njohura dhe më të bukura të Shqipërisë. Po flas për Aurela Marashin. O zot jo, të lutem, Dilja. Ti dhe bukuria në një fjali? Nëse se e duam misin se e bullizojmë shumë kështu në kamera, por e duam bëjmë shaka. S'ka gjë, do bëj një episod të tërë me gjitha bullizimet tuaja. Atëherë mos të shpërqendrohemi nga Aurela. Aurela Marashi ka qenë data 8 shkurt ku në makinën e modeles së njohur janë gjendur lëndë narkotike. Normalisht ajo ka qenë 1.9 gram, nuk e di se sa është ajo masa që lejohet për përdorim vetjak, por ka pasur shoqërim nga policia. E vërtet. Por kur u përmend stresi nuk mund të lihej pa përmendur dhe Noizi. Dhe Noizi ka pas këto problemet e tij me policinë. Më kujtohet vite më parë kur ishte akoma babastar shumë aktiv në treg dhe kishin ato përplasjet, patin disa shkëmbime atëhere me armë dhe ka pas probleme me ligjin. Por problemi i fundit që unë më mend ka qenë në Kosovë gjatë një koncerti në Pej ku pati disa përplasje me një prej tiktokerave i cili e kishte ofenduar Noizin më përpara dhe Noizi e kemi parë që nuk të fal. Po ajo video që ka dalë sepse thonë që qarkullon një video, ishte garrumbull njerëzish të cilët ishin turur ndër këtij tiktokerit. Nuk e di se çfarë ndodh në Kosovë, po sa herë artistët shkojnë atje ndodhin kështu episode të dhunshme dhe një episod tjetër i dhunshëm ka ndodhur pikërisht mes Ledri Vulës dhe ish partnerit të Luana Vjollcës krenar Cocajt. Ata kanë pasur një episod konflikti fizik me njëri tjetrin. Në këtë rast Ledri ishte viktima dhe nuk u dënua, por ka pasur dhe ai problemet e veta me drejtsinë edhe paraqitjet. Po të rrim ne këtu të merremi me gjithë personazhet që kanë pas probleme, s'do mbarojmë kurrë. A mund të përmend vetëm një shumë shkurt, se unë jam habitur shumë kur Liliana Kondakçiu. Pse është arrestuar Liliana Kondakçiu? Ka shumë për drogë. Vërtet? Ua, e Liliana Kondakçiu. Nga ai që rri si të ngjilli mbuluar nga ato nuk e pret. E di si mu duk jo që më the, sigur më the, kanë arrestuar gjyshën tate për... Po, jo, realisht Liliana atëre, let's put some respect on her name. Është një super artiste, po unë nuk e dija, dhe kur e lexova lajmin, që ishte që nuk e di, që 2010, nuk e di kur ka qenë, or jam me, kur më fal shumë, po jam me. Rëndësika që Liliana e ka mësuar mësimin dhe... Po, e ka mësuar bërti. Ándale!